I kemi edhe njerë së bashkë. Në trena, e qafë. Tani, hëmo, qarë pe aty? Ja, e ke mikrofonin të Arditin. Se të pash me telefon në dorë tërkohës. Këtu, e mbanë këtu. Se këngëtarë, të lutem, edhe njerë. Me qenë se po shifshat diçka të vogla, si gjë më shumë. Me të heq merakun arbrit, për pyetje kush e fiton Big Brotherin, për mua është Selin. Bravo, ja pra kaq dizon. Me qenë se për mua, ajo, ja kam thënë tek banaku, ti je një yll dhe ylli jo shkëlqen në ban. Nuk quhet tani, nuk quhet tani, sepse ti Nëse s'ka problem, e kam E the nga Inati Roberti? Jo, fare. Fare, më se kam thonë atë atje. Mateo apo Stenaldo? Unë mendoj që del Stenaldo. Del Stenaldo, thua ti. Ardit? Nuk mund të ndroj se kam thënë që fiton Stenaldo, kështu që del Mateo. Që del Mateo. Greta. Ledi. Nuk i ndaj dot me thënë drejtën, por besoj Stenaldo sepse ka pas më pak situata në shtëpi. Por është djalë Flori dhe Ndave, domethënë. Gimbo? Për mu cili del nuk më pëlqen as janë me dal, se me dy të më kalu më të shumë të mira. Po në këtë pikë Leos mendoj që më i rrezikuar me Stenaldo me dalë edhe ka një bilet kthimit dhe kthehet tapet. Gimbo si po e menaxhon këtë lukuninë e vajzave që shumë fort po menaxhoj, shumë po jam djalë i mirë, shumë pikë qyri punë të mia. E pra se të janë sulur kështu, si është kështu? Po, Ledian. Prandaj vjen kjo Greta rrezik. Greta. Po prandaj vjen kjo me të rujt. Nuk është veç Greta. Se ka vënë një shpurë, pa çaj bëhet kështu. Qa kujton ti se do rrie hemër Pelivan. Mirë, kthehemi në shtëpi tani, sepse është momenti që të qeshim pak. Atëre yje, a ka ndonjëri brenda asaj shtëpisë që do të qesh? Aman shqyr. Ti Rogert nëse s'do mund të shkosh ke dhoma e gjumit, të tjerë shohim klipin. I'm a real wild one. Vetëm ti më primi tosh ka çmirë. Ledion. U knaq, që iko dhe një më I feel good. I knew that I wouldn't. So good, I got you. Semi normal. Grije kokën e natën, ahron portokali. Me kërcit ato, fiu. Qysh me kërcit? Ato për vitrin, ato bjum, zilonja. Këtë të mirë, se ke një mitë shumë fatë. Kalkuta diçka jo, Gonqe Kajdeqiu më duket. Sa viti ka një shekull, 15. 10, më faqës. Stresi, ua. Çfarë produkti ushqimor i hidhet çiftit të sapo matur? Banane! Njësia monetare zyrtare anglis, dollar. Moneda, dollar. Unë ju. Mali i dajti të thoja tani. Oku ku për mo. Pamërësia Kosovës, bëbo Saturn, fajnë shumë. Tani afër është prallë, po. Nuk dua Telenam. E cilin qytet ndodhet muzeu Louvrit? Po them qatë mund të gjëra kastra. Kush e shkroi Iliadën dhe Odisejn? Shakespeare, Polena ndoshta? Lumi më i gjatë në Shqipëri. Erzeni do thoja. Vjosa. Po mal. Ja, çfarë duni me ngri, Dua emrim, një kuptim të më ketë, një kuptim
kuptim të më ketë. O, zot. Mirë të paktën pas kemi edhe kësi momente. Si të e shëndri? Mirë të paktën po shojnë publiku edhe kësi momente, se veç Ka momente të tilla sa të duash, ka vrima që gjeni dhe futeni, nuk është problem. Shqyqja, të pasha zë. Ledion, mungon një moment shumë epik i Juelës që përplaset me xhamin, unë nuk e di si nuk e keni kapur. Ua, ç'a thua? Sepse unë vazhdoj ta mendoj dhe qerë, domethënë. Ja sa të dalin pjesa. Kjo janë gjëra që do t'i kisha bërë unë të shtëpi. Shiko, kush e di mos po bën ndonjë kompilacion me gjithë këto që i kanë rënë xhamit me kokë. Ka përshtypjen se Juela mban kampion aty. Okej. Ej, yje, kemi ardhur në fund, po nuk mund t'i lëm pa darkë, kështu që jeni me mua në obor. Kujdes xhamat. Ja si knashet brigena se ko Mateo në televokim. O, zot se knashet. Sonte në Big Brother vjen Mr. Chef, aromë shtëpie, tradit shqiptare. Mr. Chef ofron diçka për këdo, në çdo moment të ditës, nga mëngjesi tradicional, te dreka, me qarhat dreke Mr. Chef, me, ku di unë, imam bajaldia, ku di unë, pilaf me përshesh e gjëra si këto. Eksperiencën self-service, darka a la carte, si dhe ëmbëlsira dhe produkte artizanale të përgatitura çdo ditë me dashuri. Të gjitha në një ambient modern dhe mikpritës, i krijuar për ati dhe ngrohtësi, Mr. Chef ofron gjithashtu shërbime cateringu për evente, duke ruajtur gjithmonë të njëjtën shije dhe të njëjtën cilësi. E gjeni në 3 lokacione, 2 pika në kompleksin Deli Orgji, në rrugën e Kavajës, si edhe tek Garden Building Tirana. Sa të mira! Pull me përshesh, aman. O Brikena, provoj pak atë përsheshin si është, të thonë që është i mrekullueshëm, po se the ti nuk e besoj. Ledion edhe diçka më mirë, super. Shumë i mirë, Ledion, faleminderit shumë, sot ju dal veçet. Faleminderit shumë. Megjithse pata në fillim të brajmit, po deshta mja uru gjithë besimtarët të fesë islame Bajramin, edhe pa që begati, faleminderit për darkën. Cilin Bajrami uron, fiterin apo kurbanin? Fiter, se na bo gati. A shikon së është kolonjar, duke. Faleminderit Zorfit që na kujtoj. Mirë bëre. Natën yje. Ju duam shumë. Për gjafime nga studio. Rogerti, a ha shumë me ndoni? Pa hanë, ma hanë. Rogerti ha njerës. Ha njerës. Njëri që si shkon e qeshmja. Si shkon e qeshmja. Shiko, ca njerës, mendoj unë, nuk janë të destinuar të qeshin. Shiko, a i, kur ka ato momentet e veta që është i pashtë dhe i qetë, për shumë po të shikosh e pesi i shkilqeni sytë me Juelën, sa i qetë, ishte sa kështu. Ka hyrë të bëja të rolin e negativit, na lodhi dhe ne, na shkataroj trut dhe ne, shkataron dhe ata atje brënda, tanin të pare, që e kishtë alat. Tani, mirë, okej. Po, edhe ata tjero të i gjumën Rogertin nga mbrapa. Qa do bësh për Novruz ti, Monika? Une kam për Novruz dhe kam, se unë pjesën më të madhe të shpistime Novruzit i kam, Bektashi. Po pra, Ashure. Ashure, e? Ashure bëhet da i byreku me jeshilloqe dhe me leku. Që një lek aty brenda, po? Kuj do t'i bjerë, do ma thuash kuj do t'i bjerë? Po, pa tjetër, ishala s'fymë. A 20 vjetë që i bi vetëm kësaj? Jo, me ja. E bërë mami i me hile, se do që t'i bjeri Besari, djallit. Dëre, se vetëm për atë lekun të byreku nuk e pyetën në top story. Tamam. Po. Ej, faleminderit shumë që ishit me mua edhe sonte. Faleminderit ish banorëve. Të gjithë juve që na pat nga shtëpia, ora është duke ju afruar dyshit. Dua ta mbyll me një përgjigje që Ethan Hawke, aktori hollywoodian, dha në tapetin e kuq të Oscarve kur e pyetën për dashurinë e pakthyer. Ai tha, ai që dashuron
fiton gjithmonë. Edhe nëse zemra të thyhet, kjo tregon që je duke jetuar, sepse dielli nuk e vret shumë mendjen nëse fijet e barit janë mirënjohëse për rrezet e tij apo jo. Ai vazhdon të ndriçojë. Natën e mirë, te paqja.